Mira jetë humbura e 10 mira të tjerë të dënuar apo të internuar kanë vuajtur pasojat e komunizmit në Shqipëri. Instituti ka botuar fjalorin enciklopedik të viktimave të komunizmit. Është 12 vëllime në 15 vjet. Kemi evidentuar viktimat e komunizmit mbi 46.000 me emër, atësi, mbi emër, vendim gjyqi, vendim internimi ose me dëshmitar tjera. Sipas Çelo Hoxhës, drejtuesi i Institutit të Krimeve kundër komunizmit, i cili mbush 15 vitet e ekzistencës së tij, këto dëshmi janë pjesë e një kujtese që nuk duhet të humbas, e që rrëfet nga ata që vuajtën nën regjimin e kohës. Ne paraqiteshim në apel në mëngjes, edhe në darkë ishte si ligj. Po në këto festat, jo një muaj që ishin ato festat e komunistave, ne bëshin 3 herë. Me 26 qershor të 89-ës, unë kam marrë dënimin e 10, me nga 5 vjetë. Mirë, po nuk u shqetësum shumë, nuk e morëm shumë seriozisht, mbasi komunizmi kishte filluar të shkërmoqë. Por ndërkohë që zërat e viktimave mbeten dëshmi e gjallë së shkuarës, studiuesit flasin për një problem të madh të së tashmes, mungesën e ndarjes nga komunizmi. Shqipëria vitit 90 në Shqipëri jo vetëm e paprpërgatitur në konceptin e njohjes demokracisë dhe koncepteve, por në thelb një shoqëri komuniste e cila po shkonte në demokraci pa kuptuar demokracinë. Elitat e reja nuk e drejtuan revolucionin, ndryshimin. Nëse nuk do ndodhë televizja dhjetorit, ne nuk e dim kur do ishte data për ndryshimit sistemi politik në Shqipëri. Këto lloj defekte deri diku na kanë përcaktuar dhe e curinë e tranzicionit. Sot ne vuajmë nga mungesa e elitave, sepse ne jemi shoqëri që elitat i kemi emëruar, nuk i kemi mbas meritokracie. Nga ana tjetër, të rinjt nuk e njohin siç duhet regjimin komunist. Humbja e interesit nuk është thjesht një fenomen spontan. Është rezultati mungesës së një politike të qartë shtetërore për kujtesën historike. Në 35 vjet Shqipëria nuk ka ndërtuar dot një arkitekturë koherente të politikave të kujtesës. Përkundrazi, e shkuara komuniste është trajtuar kryesisht si pjesë e konfliktit politik të ditës. Në 35 vjet demokraci, Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm përpara, por se viktimat presin ende drejtësi, e cila nuk mund të vijë nëse nuk përballemi në formën e duhur me të shkuarën.